Ndeshja Drenica Dugagjini. Lojtari me numër 10 i ekipit Dugagjinas ka topin në pronësi, ku pason ndërhyrja e lojtarit me numër 6 të ekipit të Drenicës, ku shihet qartë këmba e mbrojtësit në rrugën e sulmuesit dhe kontakti në këmbën e majt të sulmuesit. Gjyqtari në fush lejon lojën të vazhdoj, por ndërhyrja e varit kufton gjyqtarin Jashari në rishikim, i cili pas rishikimit të pamjeve akordon me të drejtë penalti. Pas goditjes së penaltisë, në minutën 28, ku mbron portieri i Drenicës, pra aksioni vazhdon, pason një krosim nga lojtari me numër 29 i Dugagjinit, ku topi godet në dorë lojtarin me numër 21 të Drenicës, i cili ka dorën e hapur, pra dora është jo natyrale dhe gjyqtari me të drejtë akordon penalti. Në ndeshjen Malisheva-Prishtina është minuta 20 penalti për FC Malishevën pas rishikimit. Lojtari me numër 24 i Malishevës hyn në 16 metrash, kurse lojtari i Prishtinës me numër 7 zgjat këmbën dhe pengon lojtarin. Sulmues i cili del në pozitë të mirë për të rrezikuar portën e FC Prishtinës. Intervenon vari dhe gjyqtari pas rishikimit në var akordon penalti me të drejtë. Minuta 28, gjyqtari referon penalti e ndëshkon me karton të verdh lojtarin me numër 5 të FC Prishtinës, por vari intervenon dhe pas rishikimit anulon kartonin e verdh dhe ndëshkon me karton të kuq. Vendimi i drejtë dhe penaltia ekzekutohet. Ndeshjen Llapi-Ballkani, minuta 17 APP gol për të Facëllapin, pretendohet për pozitë jashtë loje, ku këtë situatë e kontrollon vari dhe e fton gjyqtarin për interpretim të pozitës jashtë loje. Pas rishikimit të pamjeve, gjyqtari konfirmon se goli është i rregullt. Në ndeshjen Liria-Vështria kemi minutën e 14. Këtë shihet qartë që sulmuesi i Liris me numër 9 dëshiron që të pozicionohet sa më mirë që të vihet tek topi, po jo në mënyrë të fair play, ku shihet nga pamjet të tërheqjen dhe mbajtjen për fanel ndaj mbrojtësit me numër 29. Shihet qartë se kontakti është iniciuar nga sulmuesi, që është diçka e dukshme, ku mban edhe tërheqjen në vazhdimsi. Këtë vari ndërhyn me të drejtë, ku fton gjyqtarin Hasanoj në rishikim, i cili me kujdes shikon pamjet e ofruara nga kënde të ndryshme, ku me të drejtë anulon golin e shënuar, ku paraprakisht kemi ndërhyrjen nga sulmuesi i Liris për mbajtje tërheqje vazhdimsi për fanel.